Shikuesi në TV, unë jam këtu në qendrën Kod, qendra për hapje dhe dialog, e cila këtë javë nga data 17 deri më 24 mars do të mirëpres javën e frankofonisë, një javë e mbushur me aktivitete, evente që do të kenë në fokus lirinë e shprehjes dhe të mendimit. Sigurisht, një event i bazuar në ngjarjet që ndodhen në Francë në vitin 2015 me Charlie Hebdo, një sulm i cili ndikoi në të gjithë botën, sigurisht më shumë tek media. Prapa meje ndodhet një ekspozit me karikaturat më të famshme të kësaj qendre, por për ju do ta zbuloni këtë gjë më tepër në këtë report dhe sigurisht ne ju ftojmë ta vizitoni vetë. Jam këtu me ambasadorin e Francës në Shqipëri, jam edhe me Plertën, përkthyesen e tij, e cila do të na ndihmojë që të marrim vesh diçka më shumë rreth këtij eventi dhe rreth javës së frankofonisë dhe çfarë do të ndodhë kryesisht. Berta, çfarë është qëllimi i këtij eventi, këtyre 7 ditëve që do të zhvillohen në qendrën Kod? Për zotin ambasador është pyet. Sigurisht për zotin ambasador. Pour moi, clairement, c'est de montrer que l'Albanie, dans la francophonie, Për mua është shumë e qartë që qëllimi është një lloj parashikimi, një lloj parathënie e hyrjes së Shqipërisë në Europë. Ne kemi filluar një rrugë që e kemi filluar rrugën e të kuptuarit, të partneritetit, duke e afruar kështu Europën nga kjo pikpamje. Ne vëmre gjatë fjalimin që zoti ambasador mbajti që u fokusuar te pjesa e shprehjes së lirisë, liria e mendimit, një drejtë themelore e njerëzit. Në fakt, përmendi edhe pjesën e sulmeve që ndodhen në Paris, do të jetë ky fokusi i të gjithë eventeve? Bien entendu, cette année, nous avons décidé que la francophonie Sigurisht, ne e kemi menduar që këtë vit aktivitetet e frankofonisë të sillen rreth vlerave të solidaritetit, të drejtësisë, të drejtave të njerëzit. Por sigurisht është gjë e mirë që këto aktivitetet të kushtohen aktit të artistëve, të karikaturistëve të vrarë në atentatet e Parisit në emër të fjalës së lirë dhe të lirisë së shprehjes. Duam edhe një ftesë të fundit nga zoti ambasador për ata që na ndjekin në intervistë që ta vizitojnë këtë ekspozit ose qendrën Kod në këto 7 ditë, le të themi. Vous qui aimez penser, Ju që ju pëlqen të qeshni, që ju pëlqen të mendoni ose thjesht që ju pëlqen të vizitoni këtë ekspozit, ejani ta vizitoni. Merci beaucoup. merci beaucoup. Faleminderit shumë. Drejt juve.